kur vjen koha me dek, që të rinjallë, e të thë njerën, se len me thonë la ilaha illallah. A ka moment ma kritik se kur do me dojë për dunjas, e s'munësh me thonë që ka do me thonë pëse, që atëherë mëkati po aktivizohet, po bën probleme, thosh pse që tash po bën probleme. Por shkak se e ke lënë me problem, se ke myt në vakt me pendime me ato që do të flasim më vonë, po po flas për mëkatim aktiv. S'po flas për mëkatim mas pendimit. Kjo është mëkatimi si problem aktiv. Ose në varr për shembull. Bashku ki nevojë, për shembull për një shoqërues. Apo shkon hadith, ki nevojë për një dikon që ta ja pak një ndryqim në natë erdh e të vetmume i vjen në formë mas shumë tume, që ka thot apë? Që ka thot njëri mërë? Të kosh jeti apë të në që? A pak e kom këtë shëmti, a pak e kom këtë vetmi që më marë shumë, unë më që gjinohë të qaj. Po, asë gjithë e kur mohën me që tasha. Apë, që kjo është, a ka ma keq që kjo? E hëllë ma keq, ditë në gjykimit apë. Ditë në gjykimit apë kur njëri pret qik, mos po del nërsa, s'po përmenet nërsa, pret që është të zinir, këtë minon me rasin duhet këtë punë, rasisht, hajtë mos nërsa s'po kalëzot, hajtë nërsa s'përmenet. Allah në i del apë, sa kom prit që delëm, sa kom prit, a i thot gjymtyre, sa kom prit që i marstrani, unë e për mi kënaq juve, më shku me kënaq syte, me kënaq durte, me kënaq, për juve, ta shqyën i bodë dëshmitar këndër me, e të rathojnë kërësis për ata, e të rathojnë shokë të vetë, që për ta ka bo gjënoha, familjeve që për ta ka lëshu parimet e veta për mi knaq, apo, që ata e të rathojnë, që ata se mojnë,